qeveri, asgjë se ka realizu. Po tema bështë sot kushti i vetëm i krejt integrimeve tona në Evropë është asociacioni i shkruar prej evropianëve. Një draft që s'ka ekzistuar më herët. Krejt dyndja e integrimit, shporjes së bandave, rezultatin e ka një draft që kemi thonë na prej fillimit këtij procesi, që kër i futës rrugës Brukselit, ajo dialogut Brukselit të tillë si ka qenë, kime përfundu të asociacionis, kime përfundu të një marrëveshje tjetër. E këto janë deklarata masi këve që ka përbi fjalët e mahershme që as nuk shkojnë dialog, ose kur shkoj qes kushte, as një kusht, as kur gjëhesh nuk u bo. Fonde kemi një draft asociacion, ku krejt ato që i përmendi Drenori si arritje të sovranitetit Kosovës janë në qatë draft asociacion. Aty shkruan, s'ka bankat Serbis, s'ka valutat Serbis, kanë me u hek posta, kanë me u integru arsimi dhe shëndetësia, kanë me u hek tabelat, ka me u boj elektroserveri që dikur ka qenë marrëveshje antikushtetuese që kur se nuk duhet të zbatohet. Krejt këto një ka një, ka me i bo. A ka me i bo? Po te? A mirë, tha. A ki qefti mi bo? Absolutisht jo. S'ka me i bo. Re rahat. Bash rahat re. Renori. Kovçi një kryeministër. Ka lujt lojt mirë. Nuk ka me lujt lojt. Jo, realitet kompleks është kjo. Jo, bashkë është kompleks, ti s'mund me lujt lojna. Shumë është kompleks. Ai ka ditë me zhagu Kashmir. Edhe senet e aty në marrëveshjes që janë konë për të mirë në Kosovës ju ka hi karate atje. Edhe ka rreziku. Cila karate? Cila karate? Cila karate? Ju hini mur sanksione që i përmeni kolegu. Po dhe? Mur sanksione. Edhe u hjekën sanksione, po nuk u kthyn tabelat. Këmë për. Këtu jetë u gënjy publike. Ja s'jam ty keq. Që po tregoj të u gënjy dëshmoma. S'ka pse më s'ka qaban ma shumaj. Sankcionet janë vendosa, a dim pse? Për tabela? Për tabela? Për veprimet një anshme. Për tabela? Për veprimet një anshme. Po veprimi një anshme çaja është? Pse pi përmend tabela? Po bondat. Po një nga veprimet ka qenë edhe barikodat. Si është as për këto? barikodat. Po s'është as për këto. Këto janë këtë marrëveshje tjera. Drenori. Këto veprime. Kanë qenë se jema i mençur se kaç. S'ka guxu kërkush para ti më i marr. Jema i mençur se kaç. Ti e dim se janë qitë sanksionet. Mos ju qit hysyve qytetarë. Për veprimet një anshme, për veprimet një anshme. Për veprimet e pakoordinuara në Për futjen e kryetarëve shqiptar me 1% në zyrat. Edhe nëse të kujtohet. Ajo ka qenë për të zhvilluar bila ambasadë amerikane ka përshëndetje. Nëse të kujtohet. Se cili bejneve kemi ditë që është fast tranzitore. Tranzitore dhe i kthejën ata dhe hekën edhe sanksionet. Ata u kthyn edhe u hekën sanksionet. A u kthy tabela, a u kthy filiale, a u kthy barikodat, a u kthy marrëveshje tjera aty. Ajo qiqin nuk e ka lyp kërkush më kthy. Nuk e ka lyp kërkush më kthy atë qiqin Drenori, mos u bëj i ofer. Sanksionet janë kthy, janë hek, sepse ne kemi përmirësuar gabimet. Shtyria për 12 muaj se dhe njoja e dokumenteve të lëshuar nga Serbia për qytetarët serb të Republikës Kosovës. Ata njihen i lindur në Mitrovic, Republika Serbia, dhe ky dokument është njoft. Dhe kjo është lëshimi pe më i madh që ju ka bërë dhe legalizimi. Që vjen 2 muaj ditë mas fushatës mos i lëshope. I dokumentave të lëshuar nga strukturat ilegale, i dokumentave për qytetarët serb të lëshuar nga strukturat ilegale. Edhe kjo është njoft. Unë mendoj se duhet me i gënjur qytetarët në një qitë hysyve.